kurse mbrapa ishte Skënderi Xhepi dhe Fitim Doraku. Nga këto rafall të pusisë tradhtare bie për të mos vdekur kurrë Skënderi Xhepi. Edhe Mustafa ashtu i plagosur del nga makina dhe në drejtim të fshatit Potoçan. Mirë po, ai ishte i freskët dhe kishte vërejtën se fshati Fortest është më afër. Në bazë të dritave që po i shite dhe shkon pikërisht në drejtim të ku kishte qenë vendi i pritjes së Pabes. Ashtu arrinte një shtëpi në preferitë të fshatit Fortest, ku gjente një familje shqiptare, por nuk i afron ndihmë. Kështu ai vazhdon më të tjerë i afrohet një familje rome, të cilët e fusin brenda dhe afrojnë ndihmën derisa nuk kontakton me bashkëpunëtorët. Fitimi gjithashtu i plagosur rënd edhe arrin ashtu i plagosur ta tërheqë Skënderin nga makina, që po digje dhe vazhdojnë duke u tërhequr zhvarr dikur 30 metra nga makina në krahun e djathtë. Kurse unë isha i plagosur rënd dhe mesi kisha dalur nga makina dhe u pozicionova te goma e parë djathtas dhe pasi vërejtë që më nuk ka të shtëna, po ndjeja dhimbje të mëdha në pjesën e shpinës, të cilën e preka në dorë dhe e pas që isha duke djegur. Akoma. Kështu vendosa të tërhiqem zhvarr, duke rrotulluar për ta fikur zjarrin në shpinë dhe u bashkuam me Fitimin, i cili ishte i plagosur rënd dhe po mundoshim të jepim ndihmën njëri tjetrit. Dhe më kujtohen edhe sot fjalët e Fitimit, i cili më tha: "A Xhavit, na tratuan tradhtarët e vendit." Me lejen e Fitimit, unë isha ashtu i plagosur, vazhdova të tërhiqem zhvarr duke shkuar me lejen e Fitimit, ashtu i plagosur vazhdova të tërhiqem zhvarr duke shkuar në drejtim të fshatit Fortest. Ashtu diku rreth 1 kilometër, derisa më dëgjova zërat e shokëve bashkëpunëtor që kishin ardhur nga Retia për të na ndalur në ndihmë dhe më morën mua për unë i drejtova. Shkoni te makina ku po digjet afër 30 metra djathtas është Fitimi i plagosur. Forca armike nuk ka dhe kontrolloni ku gjendet Skënderi dhe Fitimi. Na morën dhe dërguan në ordinancën e doktor Valentin Hotit në fshatin Krushën e Madhe, ku na afrojnë ndihmën e parë, së bashku me doktorin Ali Hotin, Xhemal Danën dhe Besnik Rëshitaj. Më pas, për trajtim të tjeshëm, na dërguan në spitalin e UÇK-s në Pagarush, ku e falenderoj nga zemra doktorin Hakim Azarollin, së bashku me stafin e tij. Fitimi fatmirësisht vjetoi plagët e marra dhe tramujtit, por fatkeqësisht ndaron jetë në 4 filma autonomës nga plagët e marrara. Mustafa pas fundimit të luftës u sistemuan në trupat mbrojtësit të Kosovës, por edhe ai nuk kishte jetë gjatë se ndoroi jetë në vitin 2011. Unë bashkëtari i tyre, që nuk e kam të lehtë të flas për këta dëshmorë, pasi e deshti fati që unë të jem në mesin të gjallëve, atë u ngritet me gjakun e dëshmorëve, kështu që ju, familje të dëshmorë, të jeni krenarë për bitë tuaj, që dhanë më të shtrejtën jetën e tyre, që sot populli ynë të jetë i lirë. Por edhe ne, të gjallë nuk jemi të letë, të jetojmë çdo ditë në kujtimet dhe krenarinë e tyre. Lavdi e përjesme për dëshmorët Skënderi Xhepi dhe Fitim Doraku, lavdi e përjesme për gjithë dëshmorët e kombit.